Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet takojnë Allahut, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit, qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu të lutem të na dhurojë dije të dobishme, të na mundsojë vepra të mira, e sa të jemi gjallë të na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. Allahu të lutem që na mësojë dije të dobishme, të jemi për atyre njerëzve që me dijen e tyre veprojnë dhe reflektojnë, dhe I lutem Zotit xhel xhelalu që dija që ne marrim apo japim të jetë argument, dëshmi, avokat, ndërmjetësues për ne ditën e gjykimit, atë ditë kur nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush I vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Atëherë pa humbur kohë me shpresën e Zotit, po fillojmë me pyetjet të cilat janë të rezervuara, por nëse vëllezërit këtu kanë pyetje ose motrat, mund të na I shkruajnë, mund të na I sjellin ose mund t'i bëjnë direkt, mjafton të ngresh dorën një herë të vetme. E kam besën jeton jashtë Shqipërisë dhe I kanë propozuar për martesë dhe I ka propozuar për martesë një huaj. Kjo e ka refuzuar për shkak të fesë së tij. Mirë po ai ka thënë unë bëhem musliman dhe bëj çfarë duash ti që të martohem me ty. E bëj këtë pyetje thot se familja e vajzës nuk janë dakord me këtë gjë. Përderisa personi shkon deri në atë shkallë që të pranojë Islamin, bëhet musliman, unë mendoj se nuk duhet me pas pengesë, ose nuk duhet me u bërë më pengesë. Pra nëse ishte të qenit të këtij personi, jo besimtar, mohues, kafir pra, një pengesë që mu martu me të, dhe kështu thot sheriati, pra kështu thot Islami, përderisa personi po pranon Islamin, po bëhet musliman, atëherë familja nuk ka pse të bëhet pengesë se është racë tjetër apo është kombësi tjetër ku dëgjon etj. Ose duhet kishin punuar me fëmijën e tyre më përpara, më herët, që të kishin mbjell tek fëmia e tyre, le të themi atë dëshirën ose për të martuar me të njëjtën kombësi e kështu me radhë. Kështu që unë mendoj që këto janë xhahilijete, pra norma të ignorancës që e kemi vështirë të shkëputemi. Norma ignorance që ne e kemi shumë të vështirë të shkëputemi, ndërkohë që në fenë tonë nuk mund të ketë vlerë një arab më shumë se një jo arab, apo një jo arab më shumë se një arab, një I kësaj race ndaj dikujt tjetër të një race tjetër, e kështu me radhë. Illa bit taqwa, vetëm se me përkushtimin dhe devocion. Kjo është çështje tjetër pastaj. Njerëzit në Islam dallojnë me devotshmërinë e tyre, devocionin e tyre. Për këtë arsye, nëse prindit do kishin punuar më herët që të ishte kjo lloj dëshire, do ishte okay. Po përderisa ata s'kan punuar dhe tani janë përballë faktit kryer, unë mendoj që nuk duhet bërë pengesë. Sidomos që djali po pranon Islamin, unë mendoj se kjo është një arsye e fortë dhe një sakrificë goxha e bukur për të treguar sinqeritetin dhe pastërtinë me vajzën. Pa lejohet për shembull që dikush ta pranojë Islamin se do të martohet me një muslimane, a quhet ky Islam I imponuar apo Islam jo I sinqert? Pranohet. E rëndësishme është që njeriu të bëhet musliman, nuk ka problem nga arsyeja sepse bëhet. Kemi transmetime të sakta që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam I kanë kërkuar dorën një sahabie, ka thënë unë ty strefuzoj dot I ka thënë. Por bëhu musliman. Dhe është bërë musliman, është martuar me të. Ose rasti tjetër kur kërkon dorën
një jo besimtar nga një besimtare, i thotë ajo, njerëz si puna jote nuk refuzohen. Mos ishte besimi, pengesë, unë do të isha martuar me ty qysh sot. Ai tha, nuk mund të jetë besimi pengesë, sepse unë këtë besim e pranoj në moment. Dhe ishte mehri, ose dhurata martësore, pranimi i Islamit. Zoti sebebet i bën nga më të ndryshme që dikush pranon Islamin. Dikush për shkak të martesës, dikush për shkak tjetër, dikush për arsye tjetër, dikush se i flet dikush, dikush se preket prej diçkaje, dikush se sprovohet diçka, dikush se ka sukses, dikush se falimenton, dikush se zbulon diçka, dikush se i humbet diçka, dikush se ngrihet, dikush se ulet. Kështu që urtësitë dhe sekretet e Zotit nuk dihen, e rëndësishme është që dikush të pranojë Islamin. Kjo është e rëndësishme. Sepse duke pranuar Islamin, shpëton një herë e përgjithmonë. Desha të pyes, a është haram kur njeriu vdes në banjë? Sepse kishim një rast në familje dhe i afërmi jon, familjarë jon ndroi jetë në banjë dhe njerëzit po thonë që është haram që ka vdekur në banjë. Po pse ky e ka në dorë vdekjen, ku më vdek? Është haram thot me vdek. Thuti që njeriu zgjedh vetë se ku do me vdek. Çfarë lidhje ka? A ti mund të thush po, a është shenjë e keqe? A është tregues i keq? Nëse dikush ndron jetë në banjë, kështu mund të ishte pyetje e saktë, jo është haram. Çfarë lidhje ka harami këtu me hallallin? Jo, nuk do të thotë gjë inshallah taala, sepse vdekja nuk është në dorën e njeriu dhe mund të vi nga moment në moment, nga situata në situatë, sidomos në banjët e sotme që a quhen banjë apo s'quhen banjë, është diskutimi. A quhen banjë, pra me kuptimin e hales, siç kanë qenë më përpara qenefet. Pjesë e mirë e dietarëve thonë, banjët e sotme nuk e marrin gjykimin e qenefit, pasi nuk mbetet gjë aty, duke qenë se uji pastron gjithçka. Kështu që njeriu të lejohet në banjët e sotme të thotë edhe bismillah. Edhe të lexojë Kur'an në banjë. Sepse thonë s'ka aty asgjë, uji pastron gjithçka dhe po ta ngresh, le të themi, atë ti shef vetëm ujë. Ndërsa në kohët e mëhershme ka qenë situatë tjetër. Kështu që nuk është problem kjo punë, as nuk futet tek shenjat, mendojmë jo të mira. Unë për shembull nuk e kam lexuar askund shenjat e vdekjes mirë apo shenjat e vdekjes keqe, këtë gjë. Kur gruaja është me dhimbjet e lindjes, si duhet veprojë për namazet? Mund t'i bashkojë namazet. Mund t'i fali ul. Pra e fal drekën me ikindin, e fal akshamin me yatsin. Dhe mund t'i fali ul, përderisa është në ato fazat e fundit. Por namazi nuk shfuqizohet në asnjë lloj situate. Si më thonë, nuk lirohet njeriu nga e drejta e tij e faljes në asnjë herë, përveç se nëse është në gjumë, përveç se nëse harron, përveç se nëse ka ndonjë arsye, siç është rasti i grave që janë me të përmuajshme apo mbas lindjes, ose çmenduria, përndryshe besimtari musliman nuk lirohet asnjëherë nga falja e namazit. Po kështu edhe gruaja që është në fazën e lindjes. Mund t'ju pyes sot për diçka, po patë mundësi, i falni ju 40-at, më kthej një përgjigje. Jo, ne nuk i falim 40-at. Se ekziston në Islam diçka që quhet me fal 40-at, ose ky ka për qëllim besoj 40-at e të vdekurit. Pra i bëni ju të 40-at, jo nuk i bëjmë, pasi pejgamberi sa nuk i ka bërë, as shokët e tij nuk i kanë bërë, as 4 mëdhëbet nuk i kanë bërë, kështu që bërja e 40-ave mas vdekjes njeriu konsiderohet sajes,
ose bidat, gjë që nuk duhet bërë. Kam dëgjuar njerëzit që thonë, ata që bëjnë magji e ulin hënën në tokë. O Zotë, alhamdulillah. A është vërtet kjo? Jo, po Jupiterin, edhe Marsin. Ata mund të lozin me imazhin. Pra ju duket njerëzit se kur e bëjnë një gjë të tillë, pastaj historitë s'kan fund. E zbriti thot honën, e uli, e mjeli, i mori qumshtin, dhe me qumshtin e honës. Faktikisht janë parë disa njerëz magjistare që dalin të zhveshura natën nga drita e honës, komplet. Për të bërë magjira e kështu gjërash, po me sa duket efektet e magjisë dhe bashkëpunimi me xhin i bën njerëzit shohin sikur po kap honën apo po zbret honën, po kjo nuk ndodh faktikisht në të vërtetë, është thjesht mashtrim. A është e drejtë dhe e vërtetë një shoq që ka vajtur në një vend të quajtur vend i mirë, qysh këtu filloi minusi? Qysh këtu filloi minusi? Ka shkuar në një vend të mirë, minus, filloi 9-0 temperatura. Në Islam s'ka kështu gjërash. Në Islam ka hajde adhuro Allahun në xhami, lutju Zotit në xhami. Nuk ka vende të mira, nuk ka vende të shenjta me kuptimin që përdorin njerëzit se ne kemi Qaben, është vend i shenjtë, Mekka, Medina është vend i shenjtë, Kudsi Sherif, Jeruzalemi pra është vend i shenjtë, okay. Ka transmetim, mbaroi historia. Po gjëra të tjera që kanë në përkodra, në përmale, në përvarre, në përtyrbe, në përteqe, ku dëgjon etj, si vende të mira, si vende të shenjta ku njerëzit shërohen, ku njerëzit fërkohen, ku njerëzit bëjnë kurbane, të gjitha këto janë dalje nga Islami, s'ka lidhje me fenë e Zotit. Nëse ta lexojmë pyetjen, një shoqja ime ka vajtur tek një vend i quajtur vend i mirë, për shkak se ka shumë vite pa fëmijë. Dhe kanë vajtur në Sukth, që ka një vend i mirë dhe ai është një hoxh me iniciale K, ka vënë një vizë R edhe I. Hajde merr vesh. Çfarë iniciale pas ka ky hoxha? K vizë R I. Tani a është pika ajo viza apo është vizë nuk e di. Dhe ai thotë i quajtur hoxh me iniciale K vizë R I. Nëse me dorën e djathtë mbi Kur'an arrin t'ju gjej se nga ju vijnë këto smundje njerëzve. Ai ka treguar se historia e tij është kur ishte 3 vjeç, ky tani K viz R-ja. Ai ka treguar se historia e tij është se kur ishte 3 vjeç e kanë marrë lart engjujt. Kanë marrë engjujt lart. Dhe e kanë marrë 3 ditë e 3 net. Po pse e kthyn? Ta kishin marrë krejt. Vjen na bën shejtanin tokë tani, na bën drejqin tokë. Më mirë ta kishin marrë me lajket aty lart, ne kishim rahat. Jo, a vej shpesh më duket thotë që këta janë mashtrime, e rëndësishme, domethënë e ke parasysh, kanë thonë sharrul baliyati ma adhakat. Fatkeqësia më e madhe është ajo që të bën me qesh. E ke parasysh? Ky paska një vend të mirë, inicialin e paska shumë të mirë, e pasan marrë me lajket kur ishte i vogël 3 ditë, e pasan majt atje lart, edhe hajde të marrë shprej këtij, gjesh dërmon ke ky. Elhamdulillah. Domethënë, njeriu subhanallah, për Zotin o vëllezër dhe motra, nuk i duhet njeriu në filozofi e madhe për të kuptuar të vërtetën. Pra mjafton këto 3 gjëra, vend i mirë, inicialet K viz R I, edhe e kanë marrë me lajket kur ka qenë i vogël. Zotin, sa dopt jemi për Zotin, shumë poshtë jemi, vallaj. Dua të bëj një pyetje, u bën disa muaj që përdor një injeksion për rënien
pesh, Ozempik, është për persona me diabet për ullje të insulinës, që unë nuk jam me diabet, por e përdor si thash për rënjën pesh. Një veti anësore e tij është që ta largon apetitin. Apetit këta i thonë oreksit. Okej? A më lejo ta marr gjatë Ramazanit pasi që unë nuk e marr për të larguar urinë, po për humbjen e peshës. S'ka asnjë problemi fetarisht. E rëndësishme inshallah nuk ka efekte anësore kjo lloj gjëje kështu, por nuk pati efekte anësore me kuptimin nuk dëmton shnetin, lejohet, nuk ka asnjë problemi, edhe pse ikën oreksi si pasojë e saj, nuk ka lidhje. Ti s'po e bën për këtë qëllim, ama po ta bësh për këtë qëllim, është i çik problem. Është pak problem, po jo se e bën agjërimin pa vlefshëm, agjërimi është i saktë. Edhe sikur ta bësh me këtë qëllim, agjërimi është i saktë. Jam i shqetësuar për namazet, shumë shpejt i falin në xhami, ashtu si shkon hoxha, por edhe në sunetet e yacis. Atëherë, jam shumë i shqetësuar për namazet, se shumë shpejt i falim në xhami, ashtu si shkon hoxha. Pra hoxha i fut katërtin, kur fal nga namazin. Po edhe për yaci, thot hoxha bëj i kamet futen drejtën farz pa fal sunetet e yacis. Selam nga Tetova, aleikum selam. Mirë, për sunetet e yacis mirë ka ky, që si fal, se para sunetet para nuk ka. Njeriu para yacis mund të falë 2 rekat mes ezanit dhe ikametit. Po i bëjmë këshill këtij hoxhës që ta uli çik shpejtësinë. Nga 4 ta çoj tek 1 kur fal namaz. Ta fal namazin me 1, me marshin e parë dhe me marshin e dytë. Mos ta kaloj ke 3 ke 4. Subhanallah. A bën me majtë Ramazan nëse kemi plagë në trup? Nëse sjell shqetësime nuk të dëmton shnetin, lejohet. Për shembull dikush është çak e thoj, ose i ka plas puçra, ose ju ka griz veshi, ose ju ka ngol gozhda, për shembull. A lejohet ma gjuhë se ka plagë? Agjërimi është i saktë. Po ati i rrjedh gjaku, po çfarë lidhje ka agjërimi se rrjedh gjaku? Po i rrjedh qelbi, s'ka lidhje agjërimi. Po i dhem, Allah e lehtësoft. Hoxh kam gjuhë që thonë pllumat janë ters. A janë me të vërtet ters? Elhamdulillah. Po pse për shembull duhet të jenë ters pllumat? Pllumat janë gjëja më e bukur. Pllumat janë gjëja më e bukur, nuk janë. S'ka lidhje me terslikun. Kështu që pllumat lejohen. Nuk ka asnjë problemi dhe këta janë llafe njerëzish, domethënë muhabete njerëzish. Këto pllumat këtu mund të jenë ters. Mund të kenë marrë ters këto pllumat këtu. Po pllumat që fluturojnë tamam, ata janë në rregull. Këto po të fluturojnë është problem. Këto po dolën jashtë kontrollit, s'ka gjë që i mbledh. Kurse këto pllumat e tjerë, qafleshsat, ku dëgjon, kam harruar emrin. Ha? Po, kashlyc. Kashlycat, qafleshat, honderat. Kamlesh. A është gjuna në Ramazan me shku tek varret? Jo, s'është gjuna. Si çdo kohë tjetër, varret vizitohen edhe në kohën e Ramazanit. Ju jepet selam, njerëzit që na kanë ndruar jetë, i përshëndesim pra me selam, edhe i lutemi Zotit për ta. Djalit xhaxhai do t'ja marrë flokët, ja pret vetëm pak sa më i marr, e pastaj ai quhet kumbar, bëhet kumbar për djalin. Nuk ekziston në termat e Islamit kumbarizmi. S'kemi ne kumbar në Islam, s'kemi. Nuk kemi, nuk ekziston. Kështu që stresi zero. Unë jam mësues dhe 7 mars është dita e mësuesit, i bie dita agjërimi inshallah taala. Mirë po së fundmi është përhapur një mod të këto kolegët, me 7 mars dalim për drek dhe zëvendësojmë mbrapa, pra atë ditë e prishim agjërimin dhe agjërojmë më mbrapa.
Jo, s'lejohet kjo gjë. Pa edhe nonat kanë 8 marsin, pa edhe shtuna është pushim, e djela është pushim, xhumaja është pushim. Kështu që i bjerë me agjëru nga gjithë Ramazanit 15 ditë. Kështu që s'është muhabet, kjo është e rëndë shumë. Kjo është temë shumë e rëndë, që thushti po e prishim se kemi dargën e mësuesve ose drekën e mësuesve. Të më thonë, pse do të dilni për drejkë, ju si staf, penalizohet Ramazani. Subhanallah. A ka të lejuar një nën muslimane me punu, me pastru shpinë një familje zviceriane që ka edhe qenë brenda? Lejo, s'ka se problem. Fetarisht, s'ka problem. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. A do të ishte më mirë gjendje i shui pa qenë? Okej, do ishte më mirë, por nëse s'ka problem. Me që Ramazani po afrohet dhe inshallah Allahu do na mëson ta presim dhe ta agjërojmë. Desha të pyes, a lejohet zbukurimi i shtëpisë për muajin e Ramazanit? Po, lejohet, s'ka asnjë problem inshallah taala. Jepet atmosferë, fëmijët kuptojnë që ka ardhur Ramazani, do agjërojmë. Atmosferë, krijimi i atmosferës. Nuk ka asnjë lloj problemi, sidomos në këto kohë të vështira. Ku e ku të afusim dashurinë për Ramazanin, për agjërimin, ku e ku ta krijojmë atmosferën e Ramazanit, të agjërimit, kalamajt ta presin, çohen për së fyrt, hajnë iftar, të vinë në xhami për teravi. Është mrekulli, ku ka mirësi më të madhe sa kjo. Kështu që lejohet dhe nuk ka asnjë lloj problemi, inshallahu taala. Doja të pyesja, ku janë kodrat Safa dhe Merva në Mekë, sepse nuk dallohen fare? Dhe çfarë sensibilizojnë ato? Çfarë simbolizojnë ka pas për qëllim? Çfarë sensibilizojnë? Çfarë simbolizojnë ndoshta ka për qëllim? Atëherë, kodra e Safas dhe Merves tani është brenda xhamisë Qabes. Kështu nga jashtë nuk e shef, po duhet të shkosh aty afër që ta shohësh. Çfarë simbolizojnë? Simbolizojnë dy kodrat ku gruaja e dytë e Ibrahimit, Haxheria, lëvizte nga një kodër Safaja te kodra tjetër dhe në mes dy kodrave este me vrapse dhe u ishte i butë për të kërkuar ujë për djalin e saj, Ismailin, a.s. Dhe ne adhurojmë Zotin duke bërë këtë veprim si adhurim për Zotin. Si një adhurim për Zotin. Pra pse ecim ne mes kodrave? Adhurojmë Allahun. Si, kështu ka thënë Zoti. Prej formave të adhurimit ndaj meje është që të shkonin ke kjo kodra dhe ke kjo kodra 7 herë me vrap. Okej, elhamdulillah. La yus'alu amma yafaluhum yusalun. Zoti nuk pyetet për ligjet që vendos ai. Ne do të pyetemi, a i kemi zbatuar apo jo? Jam në një gjendje psikologjike shumë të rëndë, kam denoncuar bashkëshortin për dhunë në familje, duke qenë se situata sa vinte dhe rëndoi edhe më shumë, dhe nuk kishte asnjë zgjidhje tjetër, pasi ai ishte i alkolizuar. Mirë po unë po e përjetoj shumë keq pasi më brender gjegja, kur e di që ai është në burg. Ja ke bo shumë mirë motër, halal qoftë, sepse thot jam duke kalu shumë në depresion për këtë lloj situate. Ja ke bo shumë mirë të lumt pushka, edhe po e përsëriti prap, denoncoje prap, derisa të vinë pllumat, derisa të vinë mend. A duhet bërë dua për syrin e tij? Faleminderit për mirëkuptimin. S'ka përse. Nuk ekziston dua për syrin e tij, nuk ekziston. Mund bëhet akika do thot kurban, sepse në Islam thuhet kur lind çun bëhen 2 kurbane. Dhe atë di që therë 2 kurbanet mund të shtrosh një drek apo i dark. Dhe atë ditë e bë dhe sunet. Po nuk ka dua speciale me që u bë sunet. Ç'a do të thush? Unë nuk e di se si mund të jetë duaja e sunetlikut. Kështu që nuk ekziston kjo lloj gjëje, edhe Allahu e lehtësoft. Ka në gjë të keqe me gjujt me armë në poligon, pra me armë zjarri bëhet fjalë, as i të keqe s'ka.
bile është mirë me mësu nishanin, me bismillah sa herë që të gjush. Kur të marrësh nishan, bismillah, mësohu me bismillah. Noti, hipizmi, nishani, vrapi, mundja, janë prej sporteve ose prej arteve, le të themi, sportive të këshilluara në Islam. Vrapi, mundja, noti, hipizmi dhe shinjestra. Sepse këto faktikisht të duhet në jetë. Vrapit duhet, se të bon mirë për shnetin, po edhe në herë duhet me arras vrapit. Si tha i moshmi, tha, kom të shpejta e faqja bardhë. Noti, normalisht edhe noti, për shnetin, për gjitha, për trupin e për gjithë shka, po edhe nuk di se si vjen jeta, kështu që ndoshta duhet me ditë. Hipizmi, normalisht hipizmi është edhe i nxitur, pra me kuptimin ka shumë inkurajim në Islam për hipizmin. Sa që për hipizmin në Islam lejohet basti. Aq i rëndësishëm është hipizmi, sa që është vetëm gjë në të cilën lejohet me vu bast. Në Islam nuk lejohet me vu bast, në hipizëm lejohet. Kush e kalon? Pse? Sepse ajo i jep trupit, i jep shnetit, i jep përballjes me armiqt forcën e duhur dhe edukatën e duhur dhe disiplinën e duhur. Mundja, edhe kjo është vetë pejgamberi jon alayhis salam ka bë mundje, siç transmetohet në luftën e Uhudit. Po edhe raste të tjera, ka pas 2-3 raste që pejgamberi sa ka bë mundje. Ka qenë njëri më i fortë në mundje ndër kurëshitët. Dhe e ka thirrë pejgamberin sa me bë mundje, ka thonë po më hodhe, do të pranoj Islamin. E ka udhë pejgamberi sa dhe s'ka pranuar Islamin. Çështje tjetër tham? I përmenem gjitha. Shinjestra. Po shinjestra kuptohet që është e rëndësishme, se do të dalësh me gjujt për lepuj, mos të arrasësh derrit e egër, po të gjush leprit. Ose mund të përballësh një moment caktuar me armiqt, edhe dish që kur ta marrësh nishanin, mos t'i bish drunit, po t'i bish armikut, dhe kuptohet me fjalë. Shigjeta, shtinza, gjithashtu edhe kjo është prej Islamit, pra me kuptimin që ka inkurajuar si sport. Gjitha këto janë të preferuara. Kështu që ti që ke bë pyetjen këtu me gjujt në poligon me armë zjarrin nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është me hira tabelës mirë. Mos me shku plumin kot. Vjerri e ka lënë amanet që kur të vdes mos ta hapin pa me hiç, vetëm ditën e varrimit. Vallai, ky pasa qenë vjerri zgjut për Zotin. Vetëm llafe bëjnë aty. Gërri, verri, gërri, fitoi filani, erdhi filani. Vetëm për të vdekmin nuk flitet aty. Pra vjeri thot e kalon me amanet, vetëm atë ditë kur të vdes me prit njerëz. Mirë po thot neve po na përgojojnë. Dhe kanë thonë gjithat pasuri që keni ju, si se mbajtët 3 ditë. Thuajini njerëzve, kemi çuar në vend amanetin e babës. Në ju pëlqeft bojrum. Nësë ju pëlqeft le të shkojnë gjetiu. Po. Po pra garë me ku e hipizmi. Po pra, kjo është e lejuar. Për kuajt lejohet. Edhe të tjerët. Sport i veçantë. Po edhe unë për atë kam për hipizmin, për garën me kuaj, se për e themi hipizm, ndoshta se kuptojnë. Ka tolerancë.
Kur flas me babin në telefon apo kur jam te ai asnjëherë nuk më pyet për nusën tem, pra për gruan time ka për qëllim. Nuk don me e pranu në familje edhe pse jemi të martuar dhe kemi fëmijë. Dhe kur shkojmë në vizitë ka raste që nuk ja zgjat dorën nusës time. Çfarë më bë thot, sepse jam në dilemë prej shumë kohësh. Mos e merr nusën, kur shkosh ke baba, mos e merr nusën. Me që ka situata e tillë, pse e merr nusën? Baba se dashka, alhamdulillah, leje nusën, shtëpi t'i në shitore që i thonë këto vëllezërit tonë, ose t'i tek marketi, tek qendra tregtare, ti shko ke babi, vizito babin me kalamajt, mos e blejnë e gjë, e takohemi masi ore, ke dera e tegut ose shëtues. Edhe stresi zero, se do, vëlla, nuk e do, ç'të bësh? Do të bësh llafe me babën? Jo, ta mosh gruan me zor, ndehet sikur më qenë para tokës pushkatimit. Jo, edhe këtë se bën dot. Kështu që leje nusën, diku, të ri, ti shko tek babi me kalamajt. Ç'a më bë? Muhabete autoktone. Kam shumë dëshirë të shkoj për umre, po burri nuk më dëgjon të vi. A ka gjëna të shkoj pa burrin me shoqet e mia? Për umren e parë, umren e Islamit lejohet. Për umren e parë, që bën femra, umreja e Islamit, ose haxhi i Islamit pa i pari ka për qëllim, lejohet. Për umret e tjera, apo për haxhet e tjera nuk lejohet. E kuptu dallimin? Kur femra do me shku në umre, që është umre e saj e parë, umreja e Islamit quhet, lejohet të udhtoj me një grup femrash të udhtimi sigurt. Edhe për haxhin e Islamit, haxhin e saj të parë, lejohet të udhtoj me një grup femrash që është udhtimi sigurt. Ndërsa do me bë umre për herë dytë, apo haxh për herë dytë, nuk lejohet vetëm se me shoqërim. Pse? Se herën e dytë nuk e ka marrë për obligim. As umren, as haxhin. A lejohet me agjëru një djalë 13 vjeç? Lejohet edhe 10, edhe 9, edhe 11, edhe 12. A pyetja e saktë do të ishte, a duhet me agjëru një djalë 13 vjeç? Për kohën që jetojmë, po, 13 vjeç e lartë bëhet obligim namazi dhe agjërimi. Si për çunat edhe për gocat, ndoshta gocat edhe më herët. Me punu dhëmbët, pra me kuptimin kur janë prish. A prishet agjërimi se sot jam agjërueshëm dhe kam mbushur një dhëmball? Nuk prishet. Agjërimi nëse ne mbushim apo riparojmë apo pastrojmë dhëmbët. Po mirë, pyetje, nëse gjatë rregullimit të dhëmbëve e ke parasysh ai punon edhe me ujë, edhe mund të shkojë diçka poshtë. Zakonisht ato vendosin një aspirator që thith. Po nëse shkon diçka poshtë, nuk prishet. Pse? Se nuk është me dashje. Është pa dashje. Është pa dashje. Dhe pejgamberi sa më ka thënë, Allahu nuk ja shkruan për gjuna asnjërit për umetin tim kur ndodh diçka pa qëllim, pa dashje. Na ka vdekur babai para një muaji e gjysmë, Allahu më shëroft. Mirë, po të afërmit po na thonë që s'mund të blejmë sende të reja në shtëpi, ose të bëjmë punime në shtëpi pa u mbushur viti, larg budallënjve. Bleni gjëra të reja, edhe bleni sende të reja, e mos e vrisni mendjen fare. Nuk ka lidhje kjo me fenë e Zotit. A mund të dëgjojmë surën El-Bekare dhe të tjerat në YouTube kur jemi duke bërë punët e shtëpisë? Po, nuk ka asnjë lloj problemi. Pra nuk është kusht që kur ne vejmë Kuranin, ta dëgjojmë dhe të lejmë çdo punë. Kuranin e lejmë në sfond dhe motra besimtare mund të gatuj, dikush mund të punoj, dhe Kurani është në sfond. Nuk ka asnjë lloj problemi. Ajeti që thot dëgjoni me vëmendje bëhet fjalë në namaz. Në namaz duhet me qenë i përqendruar në leximin e Kuranit.
Punoj shofer autobusi për agjërimin më kërkon shpirti dhe s'dua ta le. Kam kaq vite që agjëroj, a bën ta agjëroj sepse si vjetë kam nis këtë punë. Bëj rrugë të largët, por me shpirt dua ta agjëroj. Mashallah, e ke me shpirt, a do më agjëru, agjëro më vëlla. Çfarë halli ke? Agjëro, edhe pse je shofer, mund ta, me që e pas ke kaq qef. Edhe që e ke kaq i lidh, mos e ndërpret, vazhdoj agjërim. Edhe pse je shofer. Sepse udhëtari është emiru nefsihi, është udhëheqësi vetes vet, pra me kuptimin vepron si të doj. Nëse agjërimi nuk e dëmton, nuk e rëndon, nuk e lëndon, agjëron. Nëse agjërimi e lëndon, e dëmton, e pikëllon, atëherë le mos ta agjëroj, agjëron më vonë. Po mirë pyetje, nëse dikush është gjatë gjithë vitit në udhëtim, si ja bën për ta agjëruar? Për shembull, këta që punojnë me trajlera, ati i shkon 1 muaj rruga, me shkua 1 muaj me ardhë. Dhe i shkon gjithë viti kështu. A i çdo muaj bën 3 rrugë, do më thonë gjithë muaj i shkon vajti ardhje. Këta njerëz duhet ta agjërojnë Ramazanin, por kanë një tolerancë. Nëse i qëllon Ramazanin kohë të vështirë të agjërimit, ata mund ta agjërojnë në një kohë tjetër. Për shembull, i qëlloi Ramazani këtë vit në korrik, ngushtë, dhe ata kanë shumë vështirë ta majnë. Ju lejohet që mos ta agjërojnë në dimër. Në ditën më të shkurtër të vitit që atyre nuk i bën problem. Sepse ata janë udhëtar, lehtësimin e kanë, po nuk rrin dot pa agjëruar Ramazanin. Pra Ramazanin nuk e anashkalojnë dot, por kanë tolerancë në kohën kur mund të agjërojnë. Kemi një pyetje me zë, ta dëgjojmë? Abibo, selam aleikum. Shef tani se Gjot? ma qo me vokale, të lutem, a lejohet marrëdhënie seksuale gjatë agjërimit dhe pas agjërimit ditor, ose gjatë Ramazanit dhe pas gjatë Ramazanit. Të lutem, më shpjego pak me vokal që se du t'ja tregoj disa shokëve të mi, kolegëve të punës. Si jo. Ta shpjegoj vllai. Gjatë Ramazanit nuk lejohet, pra me kuptimin kur je në agjërim, ama pa e çele që hyni nota, fal akshamin, edhe bismillah, me tekbir. Kështu që se ka problem, teravia sunet është. Yatsin po, teravin se ka obligim. O Ibrahim, mund t'jenë të rija, Ibrahim, sa janë martu të shkretën. Ti mos i krahason njerëzit me moshën tonë. Kështu që, jo, faktikisht është një lloj kështu, sikur njerëzit mendojnë se në Ramazan stop, s'është e vërtetë. Në agjërim, kur është koha e agjërimit, po stop. Ama masi çelet, bismillah, mos harro me bë duan. Vllai tim i ka vdekur gruaja dhe është afër 60 vjet. Ka 4 vajza të martuara dhe do të martohet. Por ka problem me vajzat, sa ato i thonë ne nuk mund të martohesh, se nëse ti martohesh nuk do të folim më asnjëherë dhe do të mohojmë si bab. Nuk mund ta bish një grua tjetër te shtëpia e nanës tonë. Megjithëse shtëpia është e vllait tim, pra e këtij, babait gocave. Goca të këqija, goca jo të mbara, goca të pa edukata. Babai është vetëm, i pa martum, gocat janë gjitha të martume. Tani baba normalisht do mu martu. Baba që e ka dënosh 60 vjeç, që e ka në rregull. Do mu martu baba, goca thonë jo, s'ta bëjmë halal. Po na prune i gru tjetër shtëpit nonës tonë. Kështu që ky bab nuk duhet të ngjoj këto goca, hiç, të shofi qefin e vet, e të shofi terezinë e vet, se gocat në fund fare kanë burrat ke shtëpia vet, e kanë kalamet ke shtëpia vet. Ky çfarë do të bëj? I bjerë më uçmen si njëri. Kështu që ky është shembulli i fëmijëve jo të mirë. Në vend për të mundu me i gjet i gru babës gocat,
që baba të ketë me këtë ri, me këtë flasi. Për Zotin, më ka mërzit shumë si pyetje, vallaj, për Zotin. Subhanallah. A? Po dhe po t'ishte nona. Ka kalamën janë martu, gjithë kanë ikë në shpija dhe veda, nonës i ka vdek burri. Nona do burr. Martohet Allah, çfarë problemi ka? Ç'të bëjmë? Ç'të bëj nona, të shmenet në shtëpi? Apo të filloj të zinjet me xhind? E tregojnë si Barcalet, tha vëllezërit e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë, tregojnë si Barcalet, kishte vdek njëonit baba, edhe nona shumë e smundme. Aq e smundme ishte sa që s'rritet dot vetëm. Dhe ky kishte vuj kaçile në krah, kaçila, e dini kaçile çfarë është? Hapni fjalorin. Kaçila është shport e madhe. E ky e kishte vuj në krah, kudo që shkonte, e mande nonën në krah. E takon i ditë Hoxhën. E shef Hoxha këtë, çfarë ke aty, thot nonën. Çfarë ka nona? Thot, s'mund shumë. Po çfarë? Thot, vetëm se më krah, thot, s'ka zgjidhje tjetër. I thot, a e ke babën gjallë? I thot Hoxha. Thot, jo, vallaj, thot, ka vdek. I thot Hoxha, martoje nonën. O Hoxha thot, stakfirullah, çfarë thua më Hoxha? E në veta për, nona është plak, thot, nona vjetër. I thot nona nga Kaçilja, thot, ngjoje Hoxha, ngjoje Hoxha. Ngjoje Hoxha në birë. Ngjoje Hoxha në birë. Çfarë problemi ka? Po t'ishte nona këti, shkencëtari. Po t'ishte nona. Zot. Nona, po t'desh burr martoje, po s'desh burr, elhamdulillah, Zoti është shpërblet. Elhamdulillah. E kam një moto që beson Zot, por më shumë i beson këtyne të cilët bëjnë hamalije dermanë nga më të ndryshmet me kukulla e me gjëra. Subhanallah. O, vëllezër, nuk bashkohet besimin në Zot edhe besimin këto dervishlerët, magjistarët, sharlatanët, këto nuk bashkohen fallxhorët, nuk bashkohen, o do të besosh Zotin, o do të besosh këto, nuk shkojnë të dyja, bien ndesh. Po mos njofja e fesë sjell këto pasoja. A lejohet vendosja e nikotinës në lëkurë për ata që e kanë problem mos pirjen e duanit në Ramazan? Shife si vendoset? Vendoset në krah. Nikotina, ata që pin duan, ju mungon duani gjatë, tani është një lloj nikotine që vendoset në lëkurë. E shef? Pyetja është kështu, a e prish kjo agjërimin? Nuk e prish. Një, sepse nuk është ushqyese, dhe e dyta, futet në trup jo nga rrugët e të ushqyerit. Futet në trup jo nga rrugët e të ushqyerit, kështu që nuk e prish agjërimin. Është si puna asaj kokrës së tensionit. E ke parasysh, është një kokër që në kohët tonë i kanë baston adalat, nuk e di ashtë më kështu me këtë emër. Kështu është akoma. Kur njëju ka tension, e fut atë kokrën e gjysmë nëse kështu edhe e fut poshtë gjuhës, edhe i hundet me njëherë temperaturë. A e prish agjërimin? Nuk e prish agjërimin. Edhe pse shkon diçka në trup, po nuk shkon nëpërmjet rrugës së të ushqyerit. Poshtë gjuhës ka vu Zoti 2 damar, dhe ato 2 damar thithin çdo gjë që është aty. Subhanallah, i ka bo Zotit atij. Kështu që thjesht duhet me i ditë ca gjona që mos me ja rëndu vetes. Duhet me i ditë ca gjona që mos me ja rëndu vetes. Për sa i përket desha ta bëj dua ta një pyetje desha ta bëj dua ta di sa i përket edhe me fe martesa 2 motra me 2 vëllezër. Martesa e 2 motrave me 2 vëllezër
lejohet nëse nuk vihet kusht. Për shembull, t'jap gocën për çunin tat, që të m'japësh gocën për çunin tim. Kjo është ndaluar në Islam. Quhet shigar. Ka ndaluar pejgamberi sa nga martesa shigar. Shigar m'jep çunin t'jap gocën. Do të thonë, t'jap gocën për çunin, m'jep dhe ti gocën për çunin tim. Po nëse është bërë martesa e parë me kënaqësi me të gjitha, pastaj u pa arsyeshme që të bëhet dhe kjo e dyta, pa imponim dhe pa kushtëzim, lejohet. Ndërsa kjo 2 motra me 2 vëllezër lejohet, nuk ka asnjë problemi. Sepse këtu s'kemi kushtëzim. Këtu janë 2 vëllezër, këtu janë 2 motra. Bile këtu është mirë se bëhen dhe baxhanak. Këtu shkojnë si vëllezër. Tamam, mas ne do të shkojnë si vëllezër. Mas e të bëhen baxhanak. Im shoqës 46 vjeç rri në shtëpi përpara mamas së vet me mbathje. Im shoqë thotë është 46 vjeç rri në shtëpi përpara mamas së vet me mbathje. Ndonjëherë dhe shumë të dukshme dhe transparente përpara mamas vet. Dhe mamaja rri në shtëpi gjysmë me zhveshur. Dhe ai vjen falet në xhami 5 herë. A është normale kjo për një musliman? Jo, vallai, nuk është normale. Nuk është normale. Ka njerëz që ala ju duket vetja para mamit i vogël. Të mirë që se la ka mamin govat. Që se fut ka mamin govat me la. Ka njerëz që subhanallahu, kjo është mendoj unë vonesë në sistem. Sistemi i qarkullimit plumave. Ka këtu diçka që shkon pasha Zotin, është e pamundur kjo. Tek njerëzit normal kjo është e pamundur të ndodhi. Po duhet të ketë ndonjë mutacion që mund të ketë lullzuar, ndonjë mutacion tru, që këti i duket vetja akoma 3 vjeç. Ej Zoti më. Kjo nuk është normale. Nuk është normale dhe në këtë rast bashkëshortja ka drejt të irritohet. Nuk është problemi këtu problem xhelozie. Jo, këtu është problem neverie. Neveri. Si do të rriten fëmijët në një ambient tillë ku baba del me mbathje. Kjo është për ta arrestuar për Zot, ky rast duhet denoncuar në prokurori. Do të çon spital të Burgut, jo në Burg, në spital të Burgut. Nona ke gratë, kurse ky që del me mbathje ke burrat. E në t'ja bën njëri tjetrit me dorë nga dritarja. Rob të shmenë Allah për Zotin. E thonë këto pastaj pse flasin gratë, po ka mos flasi gruaja më vëlla. Nuk është problem xhelozie këtu, jo, s'ka lidhje, është neveri. Është neveri. Shkafshëri. I smuri me ndorë, shko shërohet në spital, nuk del me mbathje në shtëpi. Apo kjo tjetra. Pra, pasojat e ekranit. Pa si të shosh Big Brother të shku burri me burr, i kanë fut gjithë burr me burr këtë vit. Normalisht kështu mutacionesh dalin rrugës. Kështu mutacionesh dalin rrugës. Po si i kishin qetë gjithë këtë vit kështu nulla. Për të abit për Zotin. Në rrodh gjesti. Isha s'del në gjesti. Ej, Zotin, la ilaha illallah, për Zotin, Allah, vallaj, për Zotin. Po si më kishim mbledh gjithë. Njoni nxorri kokën i pari, pastaj nxorri tjetri, tha dhe edhe unë tha kam provu. Elhamdulillah, Zotin, elhamdulillah. Vallaj, bilaj për Zotin sprove madhe. Nëse ai nuk është vend ku mund të referohet njeriu normal, apo një musliman që falet. Po unë flas sepse kanë dalë këto copzat, ne kanë sjellë vëzhgjet që i kemi parë, dhe habitet robe për Zotin, vallaj habitet. Unë për vete nuk e kam ndjek, vallaj bilaj. E kush më ka pyet, kam thonë është haram me ndjek. Mirë, po këto copzat dhe gjona që na sjellin vëzhgjet apo që dalin,
Çfarë bëhet shumë rrugë? Vend për promovu familjen, vend për promovu edukimin e fëmijëve, vend për promovu. Ne nuk jemi fare për këtë lloj formati, nuk jemi, po themi, nëse do ishte diçka që tjetë kjo lloj gjë, edhe themi ne pse s'bëjmë hajër si popull. Po ku të bësh hajër, mëma? Se të bësh Big Brotherin model, ku mund të bësh hajër si popull? Allahu na ruaj. Në ka ndru jetë një fëmijë 8 vjeç, si e kalon fëmia jetën e natën e varrit, sepse nëna është shumë merak të madh. Fëmia është direkt në xhenet. Thuaj nonës, fal namaz, agjëro Ramazan, ruaj nga haramet, mos e vrit mendjen për fëmin, po vrit mendjen për veten tate. Fëmia është në xhenet, ka kaluar në xhenet. Fëmia është kopër xhenetin, varr. Fëmia është me Ibrahimin alayhis salam. Tha pash një plak me mjekër të bardh, në hijen e një peme, dhe pash disa fushat mëdha, livadhe, ku kishte kalamaj që vetëm ecëshin vrap dhe nuk pushojshin asnjëherë. Vrap. I bërë lodhet në herë fëmia, s'lodhet. E pyeta tha Xhibrilin alayhis salam. I thash po i plaku, kush ishte dhe ato fëmijët çfarë ishin? Tha i plaku ishte Ibrahimi alayhis salam. Ata janë fëmijët që vdesin pa moshën e pubertetit. Kështu që elhamdulillah, fëmia bëhet ndërmjetësues për prindin ditën e Kiametit. I thot Zoti fëmijëve shkon në xhenet. Dhe fëmijët kapen me prindrit e tyre dhe s'pranojnë që të shkojnë në xhenet pa marrë me vete prindrit e tyre. Kështu që është bosh. Ka thënë kush o pejgamberi i Zotit? Ka thënë kush ikën nga kjo botë pa ikë përpara tij një fëmijë për të. Me kuptimin që me ikë një fëmijë përpara është bekim i madh për prindin, pavarësisht se sprova është shumë e madhe. Kështu që ti thoni kësaj nonës që ti mos u mërzit se fëmia është në xhenetet e Zotit, po ti kujdes me namazin, kujdes me agjërimin, kujdes me haramet, puno ti jesh në rregull se ti jesh bashkë me fëmin tat në xhenetet e Zotit. Fëmia, nëse ka ndru jetë mas mujt 4, ka të njëjtin gjykim. Ndërsa para mujt 4, thonë, nuk ka të njëjtin gjykim, por ringjallet duhet tërheq prindin e vet. Pra, njësoj si ajo afërsisht. Janë disa truke që bëhen kur vdes një njeri. Për shembull, vendosin poshtë arkivolit miell, oriz, sheqer. Ja, s'lejohet, se mungon vaj. Pa vaj. Miell, oriz, sheqer, po vaj. Nuk është e plot. Receta nuk është e plot. Bie. Duhet vaj, duhet vezë, duhet qumësht. Quhet çik qumësht. Edhe i çik tru. Për këta që s'kan tru. Gjithashtu na ka thënë që kur njëri vdes ditë në hënë duhet të thejmë një pulë të zezë. Kur niset në varrim, o Zot na jep durim, sa janë shtu budallëjt. Jam lehon, ka për qëllim, jam lehon prej 2 javësh, kam lind një vajzë, a është keq që të vishet me zeza, se më ka thonë që është keq. O vishu si dush, mos e vrit mendjen. Larg budallëjve, ka thonë hoxha. Para 2 ditësh më thyu goca termometrin, por nuk arrita ta mbledh zhidhen. Një komshije më tha që është keq, po të thuj termometri. Dhe nuk e mbledh zhidhen. Kjo komshia jote duhet të jetë ndaj
Me dietare e madhe kjo. Kjo komshia jote do t'jetë në i kokë e madhe. Unë propozoj që këtë komshien tate ta çojmë në parlament, sa atje i mbledhin të mençmet. Kështu që unë propozoj nga ky vend, nga kjo xhami, që komshien tate ta bëjmë kryetare parlamenti, inshallah, se qeka komshia jote qeka për kokë. Nuk ka lidhje fare, çfarë lidhje ka. Sa termometra thyen në botë. A është keq me bo pundore natën? Po natën në xhuma. S'ka si problem. Ndoshta kam pas thonë më përpara që është keq me bo pundore natën, se s'ka pas drita. E në vend për t'ja fut aty e rast e kishtit. Po kështu fetarisht s'ka asë lloj problemi. Edhe natë në xhuma, edhe natë në shtunë. Jam në moshën kam kaq fëmijë, po nuk po e lexoj fiks, me fjalë që mos të preket dikush. Dhe kemi shumë debate, thot, me bashkëshortin, ai më ka trajtuar disa herë më përpara dhe unë ja kam fal. Ka shumë sjellje të këqija. Ka 6 vite që mundohem ta shtyj martesën për hatrin e fëmijëve. Po ai pas kohë më ofendon, thot nuk je nënë e mirë, nuk je grua e mirë, dhe thot gratë nuk vyjnë sen, dhe shumë fjalë tjera të rënda, dhe s'kam asnjë përkrahje prej tij. Dhe dyshoj që kur s'kemi qenë për të qenë mirë me njëri tjetrin, unë i kam defektet e mia dhe e pranoj, dhe kur ta kem gabim, por unë nuk toleroj shumë, shoh se po më hip në qafë, jam e lodhur shumë nga kjo situate. E di që Zoti nuk do të ndahet një çift, por edhe kështu s'po jetohet, jam shumë e lodhur. Nuk e di a bëj gjuna po të ndahem, sepse kështu që nga shumë. Unë mendoj që kjo lloj situate, që është përmend në këtë pyetje, duhet me shku tek një njeri të dy, këta, hoxh, tek një njeri që ti dëgjoj, ti këshilloj. Mendoj që është vështirë me dhonë një fetva kaq larg për situatën. Se unë nuk e di se si është e vërteta fiks fare. Pra po të ishte një pyetje, okay, po këtu është sqaruar një gjendje dhe duket sikur do të mori gjykim nga unë. Gjithmonë duhet keni parasysh se unë jap fetva, jo gjykim. Mund vjen pyetja jap fetva. Gjykim do të thotë ke ngju palët dhe ti vendos që kështu është edhe pikë. Kurse kjo është fetva, në gjo pyetje një përgjigjen, unë nuk jap gjykim. Kam kap bashkëshortën me mesazhe intime me meshkuj të huaj. Si të veproj sepse ajo betohet në Zot që si ka takuar asnjëherë vetëm me mesazhe. Fale për hatër të Zotit, vej ca kushte. Meri atë të drejtën për të hapur celularin pas një lloj kriteri, pas një lloj pasvordi, në mënyrë që të kuptojmë se pendimi është bërë i vërtet apo jo. Si ta kuptojmë që është penduar me gjithmend? Atëherë kur thot kontrollo kur të dush ti, çdo kohë, telefonin, rrjetet sociale etj. Unë mendoj që ky është një rast të shkarje, deviacioni që duhet të falë për hatër të Zotit, edhe familja, fëmia, ku dëgjon etj. Kështu unë mendoj që duhet të falë për hatër të Zotit, se është shkarje quhet kjo. Zoti u zoft. Po na thonë që i vdekuri duhet lahet sa më afër varrimit për arsye se i prishet abdesi. Si i prishet abdesi? A është i vdek? Ku ka abdes? I vdekmi. Ideja është kjo. Thot me la sa më vonë, që nëse del diçka prej trupit ti, kjo është ideja. Por çka ka?
ne themi kur vdes dikush, si mas islamit, kur vdes dikush, çfarë bëhet? Vendoset diçka e rënd në barkun e të vdekurit sa po ka ndruar jetë. Pse bëhet kjo? Në mënyrë që të lehtësohet dalja e çdo gjë që është në trupin e të vdekurit. Edhe ajo rrin 2-3 orë ashtu. Se mos thot në njëri me morë në i 50 kilsh, se e palos vdekmin. Bëhet fjalë për diçka që është 2-3 kile. Diçka që 2 tulla për shembull i vjen në bark në mënyrë që të lirohet trupi i tij. Kaq. Lihet kjo 2-3 orë, pastaj bëhet larja. Po mund vonohet larja, nuk ka problem. Pra nëse ka vdek sot dhe e lajm për shembull nesërmëngjes, s'ka asnjë problemi fetarisht. Nuk ka asnjë problemi. Po nëse vdes sot dhe e lajm sot dhe e varrosim nesër, prap fetarisht je në rregull. Nuk ka asnjë problemi. Po mirë, nëse ne hetojmë që mbas larjes ka dalë diçka nga i vdekuri. Këtu kemi 2 zgjidhje. Mund ta përsërisim larjen, mund ta përsërisim. Po edhe po nuk e përsëritem, larja është bërë në rregull, ka marrë historinë. Si jemi me kohën? Okej. Mirë, inshallah po mjaftohemi me kaq, Zoti na falt dhe na mëshiroft. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.